Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, miq, mërgat e nderuar kudo që jetoni dhe veproni. Me lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen më gjithë përfshirëse dhe ajo është Esselamu Aleikum. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe familjet e juaja. Emrin e bukur të Zotit të Madhërisëm të natës së sotshme do të jetë El Haq, i vërteti. Pra nëse përkthejmë në gjuhën shqipe, i bjen i vërteti absolut, i vërteti në thënjet e tija, i vërteti në premtimet e tija, i vërteti në xhenetin e premtuar për besimtarët, i vërteti në skëterën që është prap premtim për mohuesit, i vërteti në dërgimin e një numër të madh të dërguarve të Allahut të Madhërisëm, që ka dërguar për njerëzimin dhe ka përmbyllur me vullën e pejgamberëve Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të. I vërteti në librat e shpallura dhe të përmbyllur me Kur'anin fisnik. Emri i Zotit të Madhërisëm El Haq, që i bjen i vërteti absolut, është përmendur në Kur'anin fisnik në 10 citate kur'anore, kurse fjala El Haq është ardhur në Kur'an me 10 dhe qindra citate kur'anore, apo saktësisht në 278 citate kur'anore. Natyrisht ka ardhur në forma të ndryshme dhe tema të ndryshme që dietarët dhe komentatorët e Kur'anit fisnik kanë nxjerrur urtësi, kanë nxjerrur margaritar të shumt. Kur flet Zoti i Madhërisëm për këtë emër madhështor, ndërlidhet drejt për së drejti për atë që na rrethon dhe që e mahnit njeriun më të ditur, e mahnit njeriun i cili vazhdimisht vëzhgon këtë gjithësi brillante, këtë kozmos që e mahnit çdo njeri. Thot Zoti i Madhërisëm: Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Ai është i cili ka krijuar 7 qiejt dhe tokën bil haqqi, me të vërtetën e tij absolute, me precizitetin që ka krijuar çdo gjë, dhe në mesin e kësaj gjithësie është edhe krijesa njeri, që do të thotë që çdo send që na rrethon, ky emër i Zotit të Madhërisëm manifestohet në krijimtarinë e kësaj gjësie dhe manifestohet edhe në vetë krijimtarinë tonë. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Do t'ua bëjmë atyre të mundur për t'i parë argumentet tona në hapësirat qiellore dhe toksore, wa fi anfusihim, dhe në vetët e juaja. Për çfarë? Hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, derisa të bëhet e qartë tek ata se ai është i vërteti. Por është ardhur fjala el-haqq, që është fjala për Kur'anin fisnik. Dhe një prej atributeve apo një prej që ndërlidhet me emrin e bukur të Zotit të Madhërisëm është edhe fjala e tij, gjithsesi Kur'ani dhe shpallja. Sa kemi nevojë do të ne që të meditojmë dhe të bëjmë përsiatje në këtë emër madhështor? Kemi shumë. Dhe është diçka që duhet na pasoj apo duhet na ndjek në çdo çast, jo në mbrëmje dhe në mëngjes, por vazhdimisht të jemi prej atyre që e synojmë të vërtetën absolute. Qëllimi final i shpjegimit të emrave të Zotit të Madhërisëm është që ta arrijmë njohuritë dhe dijen tek Zoti i Madhërisëm. Pra ta duam atë, por nëpërmjet emrave të tij, atëherë specifikohemi në disa çështje shumë do të më rëndësi. Por qëllimi i këtij emri është që ta bëj të dashur në tek ne dhe personalitetin ton, dhe ta bëj do të dashur një prej gjërave më vlerë, dhe ajo është e vërteta.
Të gjithë njerëzit synojnë se e dojmë të vërtetën dhe e pasojmë të vërtetën dhe e themi të vërtetën, por do të jemi do të syqel se jo çdo kush që mendon se thot të vërtetën është duke thënë të vërtetën. Jo çdo kush që e koncepton të vërtetën do të thotë se e ka konceptuar drejt të vërtetën. Dhe këtë e vrem do të nëpërmjet thënjes profetike. Prej doas së tij brillante, i dërguari Allahut ka qenë në mesin e doave, lutjeve të tija, që e ka bërë në mënyrë të vazhdueshme, dhe në të njëjtën kohë jemi të obliguar për ta pasuar dhe ta themi këtë lutje vazhdimisht, duke munduar për ta pasuar dhe duke munduar për ta manifestuar. Kjo doa është e shkurtër, por është më rëndësi jetike për çdo njërin prej nesh. I dërguari Allah thot në këtë doa me 2-3 fjali. Allahumma, me shprehjen më brillante, o Zoti im, o Zoti ynë, arina al-haqqa haqqa, na bër të mundur për ta pa të vërtetën si të vërtetë. Dhe jo vetëm kaq, warzuqna ittiba'a, dhe na bër prej atyre që na furnizon dhe na bër prej atyre që na bën pasues të vërtetës. Dhe vazhdon do doaja, lutja e tij brillante duke thënë warzuqna wa arina al-batila batila, dhe na bër të mundur që ta shohim të kotën, të jo të vërtetën si jo të vërtetë. Arina për na bër që ta konceptojmë, ta kuptojmë, ta shohim si të kotën. Dhe jo vetëm kaq, warzuqna ijtinaba, dhe na bër prej atyre që jemi larg asaj. Nga kjo do të nxjerrim një konkluz. Nxjerrim një konkluz shumë rëndësi, se njeriu gjatë tërë jetës së tij që jeton, duhet ta synoj vazhdimisht të vërtetën dhe të lutet me këtë dua brillante, që ai të ju bëhet e vërteta e qartë. Dhe jo vetëm të ju bëhet kaq, por t'ju bëhet e dashur në personalitetin e tij, dhe jo vetëm kaq, që ta pasoj duke munduar në përmjet emrit e tij madhështor, pra el haqq, që ai është i vërteti absolut, dhe që na ka sqaruar të vërtetat absolute në thënjet e tija, në premtimet e tija, në ndalimet e tija. Kështu që ai i cili jeton për të vërtetën, e thot të vërtetën në mënyrë të qytetëruar dhe të qartë, dhe vdes dhe jeton me të vërtetën deri në momentin e fundit. Thot Krijuesi i Madhërisht që ndërlidhet me ajo që është ngjarja më e rëndësishme që njeriu e përmbyll jetën e tij. O ja'at sakratul mauti bil haqq, dhe kur të vjen agonia e vdekjes bil haqq, me të vërtetën. Pra këto është ardhur, pra siç e thanëm dot në fillim, se fjala el haqq, pra është pyetje për të vërtetën, që është antonimi i të kotës, që është antonimi i jo të vërtetës, është antonimi i asaj e cila nuk qëndron. Është përmendur në Kur'anin fisnik me dhjetra dhe qindra citate kuranore, dhe në çdo citat ka konotacion të ndryshëm. Në këtë citat madhështor, o ja'at sakratul mauti bil haqq, dhe kur të vjen agonia e vdekjes me të vërtetën, komentatorët e kanë zbërthyer se njeriu kur ballafaqohet me të vërtetën e tij absolute, gjithsesi me përfundimin e jetës së tij të kësaj bote, që i bën ndrym të jetës, dhe meleku i vdekjes, që vjen do të me të vërteta. Ja bën me të qartë çdo njeriu se e vërteta është se çdo send në këtë gjësi ka fillim dhe ka mbarim. I vetmi i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim është Zoti i Madhërisht el haqq, ai i cili është i vërteti absolut në veprimet e tija, në dijen e tij është vërtetësia absolute, në premtimet e tija është e vërteta absolute. Kurse vërteta e dytë është që njeriu do ta shohë se varri i tij ose do të jetë një kopsht prej kopshteve të xhenetit, dhe ky është premtimi që i ka premtuar për ata që e pasojnë dhe
vazhdimisht e synojnë të vërtetën, ose do t'jetë një goro prej goropave të skëterës, edhe skëtera, xhehenemi, është premtim e vërtet absolute që Zoti i Madhërisht na ka lajmëruar me shpalljen e tij të fundit, Kur'anin fisnik. Dhe vërteta e tretë është se njeriu do të merr fund dhe njeriu nuk është ardhur në këtë botë për kot. Stati Kur'anor që ndërlidhet drejt për së drejti me këtë emër madhështor, por që përfundon me emrin e Zotit të Madhërisht El-Haq, por krijuesi në disa state kuranore, në Kur'an, sikurse që dëshiron për t'ia bërë dot me dije dot krijesës njeri, apo ai i cili mediton dhe lexon me leximin e thellë, se shumë njerëz mendojnë se është ardhur në këtë botë pa ndonjë qëllim. Është krijuar rastësisht, jeton pa qëllim, edhe do të vdes pas një qëllim. Efa hasibtum annama khalaqnakum abatha. A mendoni ju, o njerëz, se ju kemi krijuar kot, o annakum ilayna la turja'un, dhe se ju nuk do të ktheheni tek ne? Ndërhyn Zoti i Madhërisht duke thënë: Fata'ala Allahul Malikul Haq, i lartësuar, i patëmeta, është Allahu, ai i cili është sunduesi suprem në ditën e llogarisë, edhe ai i cili është absolut, ai i cili është i vërteti absolut. Do të jemi prej atyre që të vërtetën ta duam, të vërtetën ta themi edhe nëse është kundraj interesave tona, qoftë të ngushta apo të gjëra. Të jetojmë për të vërtetën dhe të vdesmi për të vërtetën dhe ta përfundojmë jetën me të vërtetën absolute. Pra agonia e vdekjes qysh e potenconën statin kuranor. Është interesant dialogu që është bërë dot mes Iblisit dhe Zotit të Madhërisht, dhe në disa state kuranore vjen me një konkluzë që nxjerremi shumë të rëndësishme. Për shembull, gjejmë më shumë se një stat kuranore: "Fazayyana lahumu shaytanu a'malahum", dhe u ka zbukuruar shejtani, djalli, nëpërmjet sytjeve që ndikon tek krijesa njeri. Fazayyana lahumu shaytanu a'malahum, dhe u zbukuron shejtani atyre të veprimet që i bëjnë, punët që i bëjnë. Kurse kemi dot një stat tjetër që Zoti i Madhërisht vjen në të njëjtin kontekst: Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawat, u janë zbukuruar njerëzve knatësitë e kësaj bote. Zuyyina nga kush? Nga Zoti i Madhërisht. Pra është zbukuruar, është instaluar me gjuhën e shekullit 21, është programuar njeriu që të ketë dot zbukurime dhe që të jetë që ndihet dot komod ndaj këtyre knatësive, e shahawat, ndaj këtyre që janë të këndshme. Minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am, deri në fund statit kuranor. U janë zbukuruar njerëzve knatësitë që janë disa do të kësaj bote. Për shembull, prej grave. Pra është i instaluar do të njeriu që ai do të ketë nevojë për gjinin e kundërt, dhe këtë instalim e ka vendosur ai i cili është krijuesi i shtatqive dhe tokës. Pra çdo njeri prej nesh kemi burri ka nevojë për gjinin e kundërt, dhe gruaja apo femra ka do të nevojë për gjinin e kundërt. Ose është zbukuruar tek të gjithë njerëzit që ai do të ketë kënaqësi kur begatohet dot me fëmijë, ose begatohet dot me mesa dhe nipa, ose në pasuri, në grumbullimin e pasurisë, çdo herë e kam fjalën në kanale të pastra. Mirë po, shejtani, Iblisi me ushtrinë e tij, edhe ai bën zbukurim, por bën zbukurim që ta bëj të pavërtetën, ta zbukuroj,
ta jeshoj me cytjet që ja ka dhënë këtë mundësi do të Zoti i Madhërisëm dhe jo do të metoda tjera. Mos mendoni ai që është përhapur do tek masa që shejtani apo e gjini i futet njeriu do në trupin e tij, nuk çndron në shtemë do të në veti, që dietar do të kanë folur gjatë sa i përket kësaj çështje, por ai që është e vërtetuar që nëpërmjet cytjeve ndikon tek njeriu, që ja zbukuron të kotën dhe bën sikurse të vërtet, ose bën të kundërtën, ja shëmton të vërtetën dhe bën dot si të kotë. Për këtë arsye dërguari Allah do të në thënien e tij, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, o Zoti i Madhëshëm, na bër të mundur që ta shohim të vërtetën si të vërtet dhe pastaj ta pasojmë atë. Jo vetëm ta konceptojmë të vërtetën si të vërtet, por edhe ta pasojmë gjatë tërë jetës dhe ta përmbyllim jetën me të. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba, edhe na bër të mundur që ta shohim të kotën si të kotë, të pavërtetën si të pavërtet, dhe të jemi larg saj, të jemi për atyre që nuk e pasojmë. Jemi duke jetuar do të në kohën që shpeshherë do të din që njeriu si krijesë që është e shejtë, e ka krijuar Zoti i Madhërisëm krijesën njeri në formën më të përsosur. Wa laqad karramna bani Adam, më të vërtet e kemi nderuar krijesën njeri. Dhe kjo krijesë ka do të ai që është e shejtë për të. Çdo njërin që jemi tash që jeni duke ndëgjuar, edhe kjo mund të themi se është unike, është një vlerë që është unike tek çdo njeri mesin e 7 miliardëve që sot janë sipërfaqen e tokës. Familja është e shejtë për ty dhe për mua. Motra është e shejtë për ty dhe për mua. Por kemi dot edhe diçka që është shumë ndoshta edhe më e shejtë. Besimin që unë kam është i shejtë dhe kështu llogaris. Edhe besimin ai tjetri që e beson me konceptin e tij, edhe ai e llogarit atë si të shejtë. Ne lopën e llogarismi si një krijesë brillante, një krijesë e cila Zoti i Madhëshëm e ka krijuar në shërbimin e njeriut. Pra, o dhe lelna, që shka ardhën të statën kuranor, e kemi nështruar do të për juve, por nuk e llogarismi lopën të shejtë, kurse një numër i madh i njerëzve e llogarisin të shejtë. Për shembull, do qytetarët apo populli indian lopën nuk e llogarit sikurse shumica e globit, por e llogarit të shejtë. Pra ke kujdes ta prekësh apo ta cenojsh shenjtërinë e asaj që ai mendon që është e shejtë. Për këtë arsye për shembull arti është diçka që njeriu është krijesë që bën dot krijimtari. Por në mënyrë alegorike nuk është bedir, që është emri i Zotit të Madhëshëm i cili shpikës, i cili shpik nga asgjëja çdo gjë. Por në një farë mënyrë njeriu do të shpik dhe nëpërmjet artit ai e shpreh ai shpreh do të dijen e tij, e shpreh mendimin e tij, e shpreh lirinë të shprehurit të kështu me radhë. Por do të jetë i kujdesshëm ta synoj vazhdimisht të vërtetën, sepse nuk është e vërtetë dhe nuk llogaritet art që nëpërmjet karikaturës ti ta fyesh, ta degradosh diçka që është e shejtë për 1 miliard e gjysmë, që është për shembull bota islame. Pra i dërguari i Allahut i cili është e vërteta e tij absolute. Pra ai është i vërtet në qëndësinë e tij, ai është i vërtet absolut në ekzistencën e tij, ai është i vërteti absolut në librat që i ka shpallur, ai është i vërteti absolut në dërgimin e të dërguarve që ka qenë një numër i madh, por ka përmbyllur me të dërguarin e tij, Muhammedin, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të. Qysh ka ardhur në hadithin apo në lutjen brillante, Allahumma innaka haqq, o Zoti im, ti i vërteti absolut. Wa wa'duka haqq, dhe premtimi yt është i vërtet, dhe xheneti yt është i vërtet, dhe të dërguarit e Allahut janë të vërtet, dhe Muhamedi alayhis salam kjo është diçka që këto nuk ka dot asnjë pikë dyshimi.
Kështu që Zoti i Madhreshëm na bëth për atyre që jetojmë me të vërtetën. E duam të vërtetën dhe themi të vërtetën dhe jetojmë në përputhshmëri, në harmoni me këtë gjësi. Sepse ky emër i Zotit të Madhreshëm është që ka krijuar këtë gjësi. Hua alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Ai është i cili ka krijuar 7 qiejt dhe tokën me të vërtetën absolute. Pra ai është i cili e ka krijuar sistemin diellor dhe ylli ynë dielli. Ai është i cili me emrin e tij El Haqq, i vërteti absolut, ka bërë që të jetë distanca mes planetit blu dhe diellit 150 milion kilometra, që nëse e shiqon me syrin e një astronauti, nëse afrohet edhe shumë pak do toka afër diellit, çdo send do të mbaron. Por nëse largohet prap do të nga distancat që është precize, nga ai i cili është El Haqq, ai është absoluti i vërtet, apo i vërteti absolut, atëherë prap do të ngrihet çdo send dhe mbaron çdo send. Njeriu është ai i cili është krijuar në formën më të përsosur dhe është i thirrur që ta synojë vazhdimisht të vërtetën, ta thotë të vërtetën, të jetojë të vërtetën dhe ta përmbyll jetën me të vërtetën. Pse nëse ndodh në një vend, pse ndodh që t'ikin mendjet më të ndritura? Ata që janë inxhinier dhe ata që janë mjekët i cilët kanë do të një përgatitje do të brilante, pse lën do të vendin e vet? Për shkak të anarkisë. Për shkak që ai që është e kundërta e të vërtetës absolute. Pra, në momentin në një vend që nuk duhet e vërteta, nuk thuhet e vërteta, nuk përkrahet e vërteta, atëherë në atë vend do të ketë nepotizëm, në atë vend do të ketë anarki, në atë vend do të ketë çrregullime dhe prej atij vendi bëhet jo i dashur dhe prej atij vendi ikin në vende të tjera, sepse e vërteta është e shejt për çdo rir për njësh. Zoti i Madhëshëm na begatohet me begatitë e tija dhe na bëft prej atyre që e pasojmë të vërtetën deri në çastin kur do të përballemi me agoninë e vdekjes, o ja'at sakratul mauti bil haqq, dhe vjen agonia e vdekjes me të vërtetën. Deri në emrin tjetër, mirë mbetësh.